Shkolla nuk po vlen më, në bare dhe restorante paga e kamerierëve arrin deri 2.000 euro në muaj. Në bare dhe restorante vijon rritja e pagave, për shkak të mungesës për gjetjen e fuqisë punëtore. Enri Jahja, kryetari i shoqatës së bareve dhe restoranteve, thot se rritja e pagave për punonjësit e sektorit të shërbimeve në bare dhe restorante ka vijuar edhe gjatë këtij viti, me një mesatare prej 10 deri në 20 gjë. Në Tiranë, sipas tij, pagat për pozicionin e kamerierit nisin nga 50.000 lekë në muaj dhe mund të arrijnë deri në 120.000 lekë në varësi të lokali. Për banakierët, pagat variojnë nga 60.000 deri në 120.000 lekë në muaj, ndërsa për profesionistët e përgatitjes së koktejeve, pagat arrin deri në 200.000 lekë në muaj. Rritje të ndjeshme pagash ka pasur edhe për punonjësit e bareve dhe restoranteve në zonat bregdetare. Për pozicionet e kamerierit, banakierit dhe ndihmës kuzhinierit, pagat lëvizin nga 80.000 deri në 150.000 lekë në muaj për një orar pune 8 orësh, ndërsa për punonjësit me orar të zgjatur, minimalisht 12 orë në ditë, paga mujore arrin deri në 200.000 lekë. Sipas së Jahja, kjo rritje pagash është pasojë një ekuilibri të prishur midis kërkesës dhe ofertës në tregun e punës, ku kërkesa është shumë e lartë, ndërsa oferta është e ulët dhe shpesh pa trajnimin e duhur. Megjithse rritjen e pagave, sektori vazhdon të vuajë mungesën e fuqisë punëtore. Jahja pohon se punësimi i punonjësve të huaj po vazhdon, kryesisht nga vende si Filipinet, Bangladeshi, Myanmari dhe Pakistani. Edhe pse vendi ynë shihet si trampolin për kalimin në vendet europiane dhe burokracitë për pajisjen e dokumentacionit të punësimit zgjasin deri në 2 muaj, janë hapur shumë agjenci të huaja për rekrutimin e punonjësve të huaj. Personeli i huaj po rezulton se është më i trajnuar dhe më i menaxhueshëm, pohon ai. Në 2 ose 3 vitet e fundit, sektori i bareve dhe restoranteve rezulton ndër më të prekurit nga mungesa e fuqisë punëtore, referuar edhe të dhënave të indeksit të Chelsea për njoftimet e punës. Në vit 2002 rezultoi se pati 45.670 njoftime për vende të lira puna. Krahasuar me vitin 2021, numri i tyre u rrit 14.000. Ndërsa në vitin 2023, sipas shoqatës së bareve dhe restoranteve industrisë, i munguan përgjatë sezonit turistik 15.000 punonjës. Kjo industri shënoi numrin më të lartë të vendeve vakante, pas sektorit fason për shkak të emigracionit. Për zgjidhjen e krizës së fuqisë punëtore në tërësi, sektori nisi të ndryshojë sjelljen ndaj punonjësve si për oraret e punës, ofrimin e ushqimit ndaj personelit, si dhe të rishikojë në mënyrë të vazhdueshme pagat, raporton Monitor. Deri në vitin 2019, sipas të dhënave të Instat, të punësuar në bare dhe restorante ishin rreth 45.000 persona, ku megjithatë vlerësohet se sektori ka informalitet të lartë. Në vend janë gjithsej 15.500 bare, nga 22.000 në vitin 2015. Duke qenë aktiviteti i dytë më i preferuar në vend, pas biznesit të pakicës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.